ti pastaj... Që ka ma mirë për mu, do të thënë. Ti nuk ke depth në argument. Do të thënë kam shqyqyrë. Ke thellësi. Me vërtet? Ja. Në këtë konkluzion këtë dalë, do të thënë. Po. Po si ka mundësi që do fitoj kundër teje? Ti qesh. Si ka mundësi? Seriozitetin debat. Kur i dukesh qesharak do qeshë, për ç'të bëjnë? Kaq. Kur dukesh qesharak, mesazhet forta për shoqërinë shqiptare nuk e nda. Kam da sa dush ti, po jo para teje. Shumë mesazhe. Po na jep një. Shumë mesazhe dhe shumë histori, por nuk flas për ty me jetën time personale. Se ti thjesht do ma përdorësh kundra. Tu do të dësh me të thënë çfarë punë ka babi në ti, fillove hipotezat e tuaja, burre. Shko ka me bombël gazi. Kemi pjamtin e gazit. Po shfaq. Kënë tje që më ke thënë, s'ke gjak shqiptare të ignorant. Kulturë shqiptare s'ke. Edhe anti-shqiptare ke vërtetuar që kur ke thënë nuk mund të martohet i shqiptar i Shqipërisë me shqiptar të Kosovës se janë larg. E kupton? Janë larg, theti, edhe s'mund të martohen. E kupton se fakturjedi. Po valla, unë kam fakte që na ke thënë ti që ju keni marrë job nga shteti apo jo? Po. Atëherë, pse ke marrë jobin kam pyet? Përse? Job. Job bra. Na ka vënë në mënyrë pa drejtë. Për na jemi në gjyq. Përse? Po të thënë për na ka vënë në mënyrë pa drejtë me tendencë falimentimi. Cilat padrejtësia? Thash përse kanë ardhur, kanë konfiskuar gjëra që s'duhet konfiskonin. Edhe kanë vënë jobin për te limitit normal vetëm me tendencë falimentimi. Taksa, taksa. Jo. Ça? Jo. Ça pra? Po informacione personale më çfarë do të doganum. Jo doganum ça? S'më me dogan. Nuk importoj. Çfarë pra? Marrë distributori kryesor që dora parë. Përse? Ta dhash për përgjigjen. Ka qenë job me tendencë falimentimi. Ka një arsye pra. Edhe prap kemi net në kamp sot e kësaj dite. Tendenca falimentimit, a se kupton çfarë është tendencë falimentimi? Kur ti do që biznesi cila shkelja o goc? Kemi qenë pre e një gjobe për tendencë falimentimi dhe për këtë arsye i kemi hedhur në gjyq. Pa kupton. Sepse ka qenë e padrejtë. Çfarë arsye? Po flas shqipe po. Si do të thonë arsye në zotëri? Shkeljen. Po është konfidenciale, mos e të t'japi ty. Nuk do me thënë pa thuj. Thojnë nuk do me thënë edhe shnet. Shteti nuk vën gjopë. Ta dhash përgjigjen. Vetëm shteti s'vën gjopë. Ta dhash përgjigjen. Po ka dhe njerëz pa përgjegjshëm shtet, siç ka ndodhur rastin tim. Ke gabim. Ka qelluar njëri pa përgjegjshëm. Gabim se ka një gjyq. Që ka bë kompromis me njerëz të tjerë, edhe ka dhënë një gjop për tendencë falimentimi. Duke mos u marrë me tjerë që do ta merrnin gjobën seriozisht. Shteti shqiptar vetëm mirë kanë bë, duke paguar taksa. Nuk e di. Aq taksa. Kur dal jashtë. Sa ti ndoshta si ke bë lek gjithë jetën. Me dy shok gazetar që. Ndoshta aq lek ti si ke bë gjithë jetën, aq lek sa kemi paguar ne taksa. Pa problem. Do e shohim. Aq kontribute sa kemi dhënë për shtetin. Sa dalun, do e shoh. Burr, se ndoshta ti je ai që është anti-shqiptari. Jo unë. Tjetër, pasi e stërë t'i zorë për shemë që doli Bërkena, të pak të një puthje se more të mamë. Me qënë se ra fjalla, ti së shtë në rrujtë e ne, për gjithësësi në u puthën para se dilte. Që që në i hipokrizi tjetër, ke për të thamë? Jo më thjeshtë. Si ka mundësi tjetë? A ditë se rrujtë aj? Se po priset vite mirë i tu ta mërë dhe ta përcil të mirë dhe rritë e dera. Nga këto beslutnit e sti që beson. Ti mos u mërzit se unë këtë Big Brother dhe fitoj edhe për brigenën, kështu që mos u mërzit. Dosha që mirë atje të dera, mos ka nevoj me më përcijam. Po se kuptove strategjinë të me. Po dhe i përcollë? Këtu me këtu. Këtu, ishte këtu, jo të dera. Oke, Rogert... Ka të bëdalluqet e këti. Si e diçka interesant. Ska problem. Veç për qesh. Ato që kanë vlerësu lojen. Lojen të eme. Jo, ti s'ke për lojë, ti thjesht i tregu vetë-vetja. Nuk e ti, a miku jëtë në opinion, a e vlerësoj. E kupton, ti thjesht i tregu vetë-vetja. Arbaridari. Po pra, ideja e Makavelit tatë është thjesht i pëllos rolin e viktimës. Ajo s'është vetë-vetën tate. Rolin e viktimës do ta lozësh me zër. Ke gabim. Kurse horrliqet, ofendimet, degradimet i ke tuja, dhe këton, janë tiparet tuja personale. Ajo mund t'jetë një ka. Janë tiparet karakterit tatë. Po unë kur se kam lujt me qëllim. Që ose ti me ndonë ka kenë viktim, është tjetë gjahë. Po s'bat fjale, ti po mëra me dal viktime, ti po vdes. Ti po mëra me dal viktime. Që ose ti me ndonë e di vetë. Po kjo është fakte, ti e din të po. Po ti si me ndonë? është mundur Rogertin çfarë do lloj forme dali si viktim? Po patjetër, mo.
Unë ja thashë mbrëm, ti në këtë pikë. O viktima ti që të ardhi nëna për me dalë. E qajte, e bane. Nuk më prek më, Roger, nuk më prek më. E more kutin për me shku në finale. Nuk më prek më. Po, i rrimë se li, do se li. Nuk hedh do të bajt, as nuk më ofendon do të më të familja, realisht. Është marrë, moj. Unë ta thash mbrëm, e di që ndoshta të vjen keq. Ja ta them unë, ndoshta të vjen keq. Ne rrim tu viktim, jeni viktim tje. Po që do thoni? Ja, për të dalë viktim, po se dëgjon mendimin tim. Për gjana që jeni ju vetë. Kjo është realiteti jote. Këto kundërshtoni ju. Nëse ne dalim viktim, nëse unë për shembull dal viktim. Ky ka dal viktim i dashurisë, moj. Unë dal viktim. Sa viktim i dashurisë? Unë jam njeriu më i lumtur nga dashuria. Që s'ka dashur ajo. Unë jam më i lumtur që kam fituar dos. Ai ti ke dal viktim i dashurisë. Rregullon mikrofonin. Kupton? Jam njeriu më i lumtur. Pra unë, atë që kam vujtuar, unë kam thënë forcë, jo që unë viktimizim. Mendoni ç'a doni. Këtu mrena, viktim me gjallë. Ç'a doni më? Unë nuk ç'a do lloj forme Pra viktim edhe viktim, edhe ofendus, është pa mundur. Po, mund të jesh. Po fakti jam kemi përballë. Mirë. Këtë të dyja. Pa problem. S'mund të jesh viktim dhe i keq, po. Pa problem, ju e dini. Po ti si e keq, ti je hipokrit. I lig. S'ke kam i keq. I lig. Pra i lig është më i keq. Po, të vi nga brenda, ligstia.